Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet Allahut xhaleshanuhu dhe selavatet e përzemërt e Muhamedit alayhis salam në këtë ditë të bukur xumaje të datës 31 tetor 2025 apo 9 Xumadel Ula 1447 Hijri. Çdo gjë në këtë botë merr vlerë ose i humb ato në bazë të këndvështrimit që ti ke për të. Ke mundësi që diçka ta shohësh si më të keqen, por nëse ndryshon këndvështrimin, ajo mund të duket si më e mira. Ka njerëz që namazi i duket i rënd, i duket diçka si barr, si diçka që e vën në siklet e tjerë. Por ka edhe të tillë që shohin atë si burim të energjisë pozitive, si kënaqësi dhe si qetësi shpirtërore. Ka njerëz që martesa i duket si përgjegjësi, si stres, si lodhje dhe kur nuk martohen, ndërkohë që të tjerët e shohin atë si stabilitet, qetësi dhe harmoni. Po kështu kemi rastin e një taksisti nga Egjipti, i cili punonte si shofer taksi në rrugët e mbi ngarkuara të Kairos. Ai nuk kishte punë tjetër, prandaj detyrohej që të punonte. Me që kishte problem me frymarrje, zakonisht edhe detyrohej çdo mëngjes. Me që kishte problem me frymarrje, zakonisht dilte në mëngjes i zymt, duke shfryrë e duke mallku fatin e tij, gjithë nerva e i pakënaqur. Mirë po një ditë i vjen në mendje se kohën boshe që e kalon, duke pritë radhën, herë në stacion e herë në kolonë automobilash, ta shfrytëzonte për diçka të dobishme. Kështu ai bleu disa CD-a për të mësuar gjuhën angleze. Pak sot e pak nesër, taksisti arriti që ta mësonte goxha mirë anglishten. Saqë tani kishte mundësi që të komunikonte me të huajt derisa i voziste ato, ta kalonte kohën edhe të mos mërzitej. Pasi e zotroi anglishten mirë, i vuri i vetes një detyrë tjetër që të fillonte të mësonte përmendësh Kur'anin pesnik. Nuk e dim a është bërë hafiz apo jo, por sigurisht që ka mësuar mjaft përmendësh nga Kur'ani famlart. Taksisti nuk ndryshoi asgjë nga dinamika e tij të përditshme si taksist, por ndryshoi këndvështrimin e tij për shumë gjëra. Tani më jo që stresohej prej radhës, por po e shijonte radhën, nga që kishte kohë për të mësuar gjëra të reja dhe të dobishme. Po unë dhe ti, vëlla dhe motër, që nuk jemi taksista, si thoni, a mundemi edhe ne të bëjmë diçka kështu? Besoj se sot mjaft nga ne, edhe pse nuk punojmë si taksista, shumë kohë e kalojmë në automjete. Sa dëgjojmë muzikë pa lidhje dhe pa kuptim dhe mbushim veshët tonë me haram. A nuk është më mirë që të dëgjojmë Kur'an, të mësojmë më shumë se sa 4-5 sure, të cilat ka kohë që i kemi mësuar përmendësh dhe i sjellim e i pështjellim me 10 herë gjatë ditës nëpër namazet tona? Sigurisht se po. E ti, vllajdashtun dhe motër, që ndoshta të ka begatu Allahu xhaleshanuhu me kohë të lirë, më shumë se sa disa të tjerë. Mos u anko se po mërzitesh. Përkundrazi, merr dhe lexo, e mendjen e shpirtin me lexim fresko. Dikush e pyeti një herë librin, pse duhet të lexojmë libra? A e dini si u përgjigj libri? I tha, sepse edhe unë dikur isha dru. Andaj, besimtari s'ka sepse të rri dru, por e ka për detyrë që të bëhet e libër. Libër i cili ecën nëpër tokë, mu ashtu si që u cilësua edhe modeli dhe yrneku ynë Muhamedi alayhis salam, i cili u përshkrua si Kur'an, i cili ecën nëpër tokë. Allahu subhanahu wa taala na ndihmoft e na begatoft në këtë rrugtim. Në këtë moment të bukur të perëndimit të diellit, pranë vendit dhe ishullit i cili ka emrin Ulqini i Vjetër, Esselamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.